Po, në vazhdimsi, ofrimi i ndihmës juridike falas normalisht që bëhet mbi bazën e legjislacionit fuqi, që do të thonë janë kategori të caktuara mbi bazën e cilave pastaj i trajtojmë rastet që lajmërohen. Ajo që është e rëndësishme është se përgjatë punës tonë ne kemi mbri me identifiku kategori të ndryshme të individëve të cilët paraqesin raste ose kanë nevoja të ndryshme në këtë aspekt. Përmendën më herët edhe kolegët që organizatat specifike kanë ndoshta shpesh herë edhe një specializim të caktuar ose një grup specifik ndaj cilit janë të dedikuar që t'ju ofrojnë ndihmë juridike falas. Mirë po, ajo që ne në vazhdimsi shohim është që ka grupe të ndryshme të qytetarëve, të fillu në përgjithësi, do të thonë prej qytetarëve të cilët nuk kanë mjete financiare të mjaftueshme për të adresu të drejtat e tyre përmes angazhimit të një avokati ose një forme tjetër, dhe në të gjitha këto raste kur ata janë pra qoftë kategori me asistencë sociale apo qoftë të papunë ose edhe në raste të caktuara thjesht kur të ardhurat e tyre mesatare janë nën të ardhurat mesatare të përgjithshme të një familje, janë kategori të cilat kualifikohen për me pas përfitimin e ndihmës juridike falas, por në veçanti mund të them se janë disa grupe ndoshta më të cënueshme në këtë aspekt, ku ka raste të grave viktima të dhunës në familje apo dhunës me bazë gjinore, ku këtu pastaj hyjnë raste të ndryshme, forma të ndryshme të diskriminimit, pastaj ka raste të shumta të cilat ne i trajtojmë që i përmendi edhe drejtori i agjencisë në fillim, pra raste të pensionistëve, personave të shtyrë në moshë, kryesisht për pensionin e moshës dhe kohëve të fundit për çështjen e pensionit të dyfish, pra të kategorive të dalja nga lufta dhe të pensionit të moshës, por edhe personat që vijnë nga kategori të tjera, përfshi personat me aftësi të kufizuara apo grupe të ndryshme, të cilat si rrjedhoi e shkeljes së të drejtave të tyre ballafaqohen pastaj me situata ku duhet t'i adresojnë rastet. Pra, në një situatë më të shpesht me cilën ne sidomos së fundi po ballafaqohemi janë raste të individëve, pra të qytetarëve të cilat kanë probleme me institucionet shtetërore, që do të thotë mos përmbushja e obligimeve nga ana e institucioneve shtetërore, po i bën që ata që të detyrohen të ndjekin pastaj rrugë gjyqësore për adresimin e të drejtave të tyre. Pra, siç është rasti i mosnjohjes së pensioneve të dyfishta, sikur Ministria e Punës, Financave dhe Transfereve vetëm ta zbatonte ligjin si duhet, nuk do të kishte as numër kaq të madh qytetarëve që kërkojnë ndihmë juridike falas për këto raste, nuk do të kishte as kaq numër të madh të rasteve që ne i dërgojmë në gjykat, pra nuk do të kishte as ngarkesë të gjyqësorit me landë të tilla dhe as shpenzime që krijohen si rrjedhoi krejt kësaj situate, si për gjykatën, domethënë si për buxhetin e shtetit në këtë rast në përgjithësi, por edhe një maltretim i qytetarëve që bëhet në këtë situatë, sepse po flasim për kategori të njerëzve të cilët janë në një moshë të shtyrë dhe detyrohen që të enden nëpër zyre të caktuara thjesht për të përfituar një të drejtë që ju takon, dhe thjesht këtu janë disa prej rasteve më të shpeshta që ballafaqohemi së fundi, por ndoshta formën të cilën na kemi zgjedhur në farë forme për me trajtu dhe me i ofru ndihmë juridike të gjithë qytetarëve, jemi munduar që me qenë sa më afër në këtë situatë. U përmendën edhe në fillim fushatat vjedisuese që janë shumë të rëndësishme, përfshi edhe kjo që ka filluar domethënë java e ndihmës juridike falas, sepse është një formë shumë e rëndësishme për me adresu dhe me ngrit vetdijen e qytetarëve mbi një mundësi që e kanë. Ajo që na shohim shpesh në terren është që qytetarët ndodh që thjesht nuk e ndjekin i drejt tyre sepse nuk janë të informuar se mund ta ndjekin këtë drejt pa pas barë financiare në këtë aspekt. Dhe në momentin që informohen për këtë çështje, normalisht se i ndjekin këtë rrugë. Prandaj edhe java e ndihmës juridike falas, edhe fushatat e tjera vjedisuese janë jashtëzakonisht rëndësishme pikërisht për këtë, sepse është e kohët nëse ne kemi mekanizmat, domethënë për me ofru këtë shërbim, por nuk i shfrytëzojmë ato. Në këtë rast nuk shfrytëzohen prej qytetarëve. Dhe në këtë aspekt, përveç partneritetit që kemi me Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas dhe organizatat e tjera, ku i kemi edhe takimet e përbashkëta të mekanizmit, ku mundohemi që me nda praktika dhe me diskutu për çështje të caktuara, në aspekt të përgjithshëm të asaj që ne e bëjmë në Qendrën për Ndihmë Juridike Falas të IKD-s, është që kemi tentuar që me diversifiku mënyrat e asaj se si e ofrojmë ndihmën juridike falas, tu fillu prej asaj që është më klasike, pra takimet në zyrë, në kuadër të zyrës që i kemi në Prishtinë dhe në Mitrovicë të Veriut, por përtej kësaj kemi bërë në
në vazhdimsi ofrimin e ndihmës juridike falas edhe përmes ekipeve mobile që i kemi pas në terren, sepse ka pas raste kur në zona të caktuara thjesht qytetarët e kanë pas pamundur me udhëtu për me ardhur për shembull deri në Prishtinë zyre dhe për shkak të pamundësive të tyre financiare ne kemi mundsuar që me ekipet tona mobile me mbri deri te ata në mënyrë që mos me u pamundsu çështja në drejtësi vetëm për shkak të asaj pamundësisë financiare. Dhe për te këtyre dy formave, sidomos gjatë kohës së pandemisë, e kemi fillu edhe kontaktin përmes telefonave, platformave Viber, WhatsApp, domethënë si një formë pare kontaktit për ndihmë juridike falas, sepse domosdo diku rrugës duhet të ketë pastaj edhe takimin me palën në formë të drejtë për drejtë dhe pastaj e kemi shtuar edhe platformën online, që është një risi, një inovacion në aspektin e ofrimit ndihmës juridike falas dhe është shumë i rëndësishëm, sepse e kemi mundsuar digitalizimin e kësaj për me qenë afër gjitha kategorive. Normalisht se jo të gjithë ndoshta mund ta kenë qasjen e drejtë për drejtë në një platformë online, por një grup jashtëzakonisht i mirë, i konsiderueshëm në numër, kanë arritur që me na kontaktu përmes platformës online. E mira asaj është që është jashtëzakonisht miqësore në përdorim, por përveç kësaj edhe ofron filtra shumë të mirë të sigurisë dhe të ruajtjes së privatësisë atyre që na kontaktojnë, edhe kontakti direkt me juristët bëhet përmes domethënë shkrimit të drejtë për drejtë me bisedës së drejtë për drejtë me juristët, sepse jo çdo kush ndoshta preferon kontaktin e parë me pas në formë qoftë verbale ose të takimit të drejtë për drejtë, kështu që thjesht kjo formë e diversifikimit ka qenë diçka që konsideroj që e ka lehtësuar shumë marrjen e ofrimit ndihmës juridike falas për qytetarë për gjitha këto kategori të cënueshme në forma më ndryshme për me qenë më afër, për m'ju mundsu sa më mirë dhe më lehtë që me pas një qasje për mi ndjek të drejtat e tyre në atë që ju takon, pa pas kurfar bare financiare dhe të e pas sa më të lehtë qasjen për me mbri deri te informata mbi një çështje që e kanë, mbi një problem që e kanë dhe për ta inicu më tutje dhe për ta adresuar më tej gjithë këta. Faleminderit shumë. Zoti Ashari e përmendi edhe zonja Rezniqi bashkëpunimin që e kanë OJC me Agjencinë për ndihmë juridike falas. Cili është bashkëpunimi konkret që e keni ju si agjenci me këto organizata dhe a ka dhe si është rregulluar çështja e mekanizmit të koordinimit apo shkëmbimit të informatave në mes të sektorit? Faleminderit. Sa i përket bashkëpunimit, ne veç në vitin 2022 mos gabofsha kemi nxjerrë rregulloren nga Ministria e Drejtësisë, e cila përcakton kriteret të cilat duhet të plotësojnë organizatat qeveritare që të hyjnë partneritet me Agjencinë për ndihmë juridike falas. Për momentin kemi 7 organizata qeveritare, duke përfshirë edhe këto, të cilat janë partneritet me Agjencinë për ndihmë juridike falas, edhe përveç shkëmbimit, do me thonë bashkëpunojmë edhe në aspektin e kërkesave të palëve të